Meditim për kohën e kreshmës. E djela e larit, hyrja triumfale dhe paradoksi i mbretit. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju përshëndes unë Ora Ukaj në këtë të djel të larit, apo siç njihet ndryshe, e djela e luleve. Sot shënojmë fillimin e javës së madhe, javës më të shenjtë dhe më të rëndësishme të kalendarit të krishterë. Kjo ditë na fton që të kuptojmë hyrjen triumfale të Jezusit në Jeruzalem, e cila edhe pse ishte një ngjarje plot me gëzim dhe shpresë, në vetvete mbarte një paradoks të thellë, sepse kjo hyrje shënonte pikërisht fillimin e rrugës drejt pasionit dhe kryqit. Për sot le të dëgjojmë nga Ungjilli sipas Mateut kapitulli 21, vargjet 6 deri 11, ku përshkruhet hyrja e Jezusit në Jeruzalem. Dhe dishepujt shkuan dhe bën ashtu siç i kishte urdhëruar Jezusi. Sollën gomaricën dhe mëzin, vunë sipër tyre rrobat e tyre dhe Jezusi u ul mbi to. Dhe një turm shumë e madhe shtronte rrobat e veta në udhë, të tjerë prisnin deg nga drurët dhe i shtronin në udhë. Dhe turmat shkonin para dhe ato që vinin pas bërtisnin duke thënë: Hosana birit të Davidit, i bekuar ai që vjen në emër të Zotit, Hosana në lartësitë. Dhe kur hyri në Jeruzalem, i gjithë qyteti u trondet duke thënë: Kush është ky? Dhe turmat thoshnin: Ky është Jezusi, profeti nga Nazareti i Galilesë. Të dashur dëgjues, edhe sot ne përsëri valvisim degët e ullirit apo të palmës duke brohoritur Hosana, një lloj si turma e Jeruzalemit para 2000 vjetësh. Jezusi hyn në qytetin e shenjtë jo si një mbret i fuqishëm toksor, por i ulur mbi një gomaric, një shenjë kjo për ulësie dhe paqeje, ashtu siç ishte profetizuar. Populli e pritje atë si mbretin e Izraelit, si Mesian që do t'i çlironte nga sundimi romak. Ata shtruan rrobat e tyre në rrugë dhe valvetën degët, duke shprehur gëzimin, por edhe shpresën e tyre. Por shpresa e tyre shpesh ishte e kufizuar në nivel toksor e politik. Pikrisht këtu qëndron paradoksi i kësaj të djele. Ndërsa turmat brohorisnin Hosana, Jezusi në fakt po ecte drejt kryqit. Ata e shihnin atë si një çlirimtar toksor, ndërsa ai po përgatitej që të bëhej çengji i flijimit për shpëtimin e gjithë njerëzimit. Gëzimi i tyre ishte i menjëhershëm, ndërkohë që drama e pasionit po afrohej. Kjo e diel na fton që të hymë në këtë javë të madhe me zemër të hapur dhe me një vështrim të vëmendshëm. Ne jemi të ftuar që t'i valvisim degët e palmës me gëzim, duke njohur Jezusin si mbretin ton. Por gjithashtu jemi të ftuar edhe që të ecim me të në për rrugën e pasionit, për ta kuptuar se mbretëria e tij nuk është e kësaj bote, dhe se triumfi i tij vjen përmes sakrificës. Jezusi na tregon se triumfi i vërtet nuk është në lavdinë e jashtme, por në përulësinë, në shërbimin
dhe në dashurinë që shkon deri në adhurimin e vetvetes. Ai hyn në Jeruzalem jo për të vendosur një mbretëri politike, por për të vendosur pikërisht mbretërinë e Zotit në zemrat tona. Kjo javë e madhe që fillon sot është një kohë e privilegjuar për ta përtërir besimin tonë në Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin ton. Le të ecim pra me të në çdo hap, duke medituar mbi vuajtjet e tij, mbi dashurinë e tij të pafundme, por edhe mbi fitoren e tij, mbi mëkatin dhe vdekjen. Le të jetë kjo e diele e larit një thirrje për t'i lënë pas brohoritjet e sipërfaqshme dhe për të hyrë thellë në misterin e pasionit. Le të jemi të gatshëm që ta ndjekim Jezusin jo vetëm në momentet e lavdisë, por edhe në orën e kryqit, sepse pikërisht aty fshihet shpëtimi ynë. Të lutemi së bashku. O Jezus, ti që hyre në Jeruzalem si mbret i përullur, na ndihmo që të njohim dhe të ndjekim në rrugën e pasionit. Na jep hirin që të kuptojmë thellësinë e dashurisë tënde dhe që t'jemi të gatshëm ta marrim kryqin ton me besnikëri. Bëj që kjo javë e madhe të jetë një kohë e ripërtritjes shpirtërore për ne, me qëllim që të mund të festojmë me denjësi ringjalljen tënde, ti që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Të dashur dëgjues, për këtë të diel të larit, juftoj që të merrni pjesë në procesionin me degu liri ose palma dhe të ndiqni me vëmendje leximin e pasionit gjatë meshës. Le të hyjmë në këtë javë të madhe me zemra të hapura dhe të gatshme për të reflektuar thellë mbi misteret e saj. Zoti ju bekoft dhe ju udhëheq në këtë javë të shenjtë. Ju mirëpresim nesër në emisionin e radhës, ku do qofshi hiri i Zotit qoftë me ju.